إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vllazit mirë, këtë libër që jena të shpjegu është libri I Sheikh Albanit rahimahullah, Sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha, thot sifati apo forma e faljes së namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej tekbirit deri në taslim, sikurse me pas pa ato, sikurse ta shihje faljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është libri ose mund të them kryevepra e Sheikh Albanit rahimahullah. Kjo është kryevepra e Sheikh Albanit rahimahullah. Edhe ky libër Allahu subhanahu wa taala këtë libër ka bërë shkak që plot njerëz të kthehen sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta kuptojnë tamam rrugën e salafus salihit. Për tyre ka pas ulema që kanë deksi ulema në vendet arabe. E sot subhanallah isha me një hoxh të Kosovës, edhe tregonte se si më thot kur atë nuk e ka ditë kopjen, që është kopja për sunet, që është pasimi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është rruga e vërtet e salafus salihit. Edhe tregon që një vllai joni I mirë që sot e kemi prezant të vllai Ramis Franca, ja ka dhënë një libër, këtë libër të përkthym që është I përkthym në shqip, ja ka dhënë atina, thotë. Edhe Allah subhanahu wa taala përmes tij më ka bërë shkak që të udhëzojmë sunet dhe ta kuptoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nga se Sheikh Albani rahimahullah Allah e ka ngrit pozitën e tij dhe ka bërë të njohur në gjithandaj botës islame për shkak të pasimit të tij të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala ka thonë për pejgamberin sallallahu ka thonë wa rafa'na laka dhikrak, thotë edhe ty ta kemi ngrit përmendjen. Ta kemi ngrit ty o Rasulullah përmendjen. Edhe përmendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Sa thosh la ilaha illa Allah banian mbrapa Muhammedur Rasulullah. Kushdo që e pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thret në atë në të cilën ka thirrur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe thret në sunetin e pastër në të cilën ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në ato që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, padyshim se ka nasib, do thotë ka pjesë në këtë pjesë të ajetit të Allahut subhanahu wa taala, thotë që ta ngritim ty derejën edhe pozitën. Edhe ashtu është, edhe kushdo që ka qenë I njohur me thirrje në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pasim të tij, Allahu subhanahu wa taala ja ka ngrit pozitën. Ja ka ngrit pozitën për tyre është Imam Albani rahimahullah, që për të cilën plot pe ulemave kanë thënë që plot vende do të jenë njohur njerëzit në bazë të atij vendi prej cilit kanë ardhur. Mirë po në shumicën e botës islame sot Shqipëria njihet përmes Sheikh Albanit. Kur të përmend Albanin, njerëzit nuk e kujtojnë Albanin posaçë në botën islame, por e kujtojnë Albanin. Nuk e kuptojnë thot Albanin, kur I thotë filani është Albani, nuk I thonë, nuk I kujtohet aty në menan, për shembull, nëse I thotë dikujt për shembull jam Amerikan, votën musliman thotë jam amerikan, ata mas fort menojnë për Amerikën. Thonë dikush thotë jam Alman, jam gjerman, thotë menojnë për Gjermani. Por nëse I thotë dikujt në botën islame, kudo që jenë në botën islame, I thonë unë jam Albani, ata kanë menuar mas fort për Sheikh Albanin, mas nej.
Ka thonë, ai ka bazën prej Shqipërisë. Kurse Allah subhanahu wa taala ka ngrit me këtë alim. Ato e kanë ngrit Allah subhanahu wa taala për shkak të pasimit të tij të rrugës pejgamberit sa dhe thirrjes në të. Sot kemi mbritë adhkaru sujud, të dhikrat që bëhen gjatë sejdës. Dhikrat që bëhen gjatë sejdës. Edhe kur folëm të dhikrat e rukus, folëm se muslimani do të më mësoj dhikrat edhe me ditë çka po thot kur bën ruku Allah subhanahu wa taala. Njëjtë vlen edhe për sejdën. Nuk janë të shumta duat që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe dhikrat që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sejdë, edhe janë të lloj-llojshme, pse që të mos bëhet sejdja aty rutinë, që mos bëhet aty sejdja rutinë, dhe mësoj kuptimin e tyre që me di me çka pe lut Allahun subhanahu wa taala. Pastaj në sejdë besimtari, kur është në sejdë, bën me lut Allahun subhanahu wa taala dhe në gjuhën tënde që e din. Sa gjatë keqën me lut Allahun subhanahu wa taala në duan çka ki nevojë, e lut Allahun subhanahu wa taala në gjuhën shqipe, nuk ka gjatë keqë. Thot wa kana صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا. Dhe pejgamberi sa ka në këtë rukn që është bazë shtylla e namazit, dhe ka thonë lloje të ndryshme të dhikrave dhe të duave. Nga njëri ka thonë këto, nga njëri ka thonë ato. Për shembull ka thonë Subhana Rabbiyal A'la 3 herë. Subhana Rabbiyal A'la. Patmeta është Zoti jam i cili është më i lartë. Patmeta është Zoti jam, Zoti im, i cili është më i larti. Ti je në pozitën tënde më të ulët. Pozitën tënde më të ulët. Do të je me ballë në tokë. Je i përulur plotësisht. Në atë pozitë thu subhana rabbiyal a'la. Patmeta është Zoti im i cili është më i larti. Allah është më i larti subhanahu wa taala. Më i lartë se çdo gjë subhanallahu. Gjithë krijesat e tij mbi çdo gjë është Allahu subhanahu wa taala. E ti, duke qenë atë pozitë të përulur, e lavdron Zotin tënd i cili është më i larti, në këtë pozitë je më së afërt me Zotin tënd. Shka ka në hadith pejgamberit ka thënë që aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Robi më së afërt është me Zotin e tij duke qenë në sejdë. Duke qenë në sejdë. Edhe nganjëherë ka thënë pejgamberi ka thënë edhe më shumë se 3 herë në sejdë, më shumë se 3 herë ka thënë subhana rabbiyal a'la. Bile njëherë po atë shumë e ka përsërit në një namaz të natës, sa që sejdja ti ka qenë para vështirë sa qëndrimi i tij në këmbë. Edhe në kjo çka ka ndodhur që e ka thonë pejgamberi sa në atë namaz i ka lexuar 3 sure të gjata. Ka lexuar surën Bakara, surën An-Nisa o surën Al Imran. Ato 5 juza gjys. 5 juza e gjys të Kuranit. Edhe në mes tyre ka bëu dua dhe istighfar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shtyenë dhe ka shtu dhe në fjalë ka thënë subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Patmeta Zoti i jon më i larti. Dhe ne këtë e them duke bërë hamdat, duke falendëruar, duke bërë hamd Allahut subhanahu wa taala. Këto ka thënë 3 herë. Po ashtu ka thënë Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Do thot çka është subuh, këta ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në ruku. Edhe në ruku dhe sejdë ka bën këtë dua. Subuhun quddus thot ai që është i pastrum nga çdo gjë e keqe. Quddus është i bereqetshëm. Allah subhanahu wa taala është i bereqetshëm, ka çdo bereqet, çdo begati vjen nga Allah subhanahu wa taala. Rabbil malaikati war ruh. Rabbul malaikati war ruh. Zoti i melaqeve, Allah është Zoti i melaqeve dhe i ruhit, i shpirtit. Kush është shpirti? Shpirti i shejt. Xhibrili alayhi salatu wassalam. Më i madhi i melaqeve të Allahut subhanahu wa taala. Më i madhi prej melaqeve të Allahut azza wa jall, që është pe melaqja më e madhe Allahut azza wa jall. Po ashtu ka thon subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Çka thon? Edhe këta ka bërë po ashtu në ruku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Patmete Zoti jam, Allah Zoti jam, o Allah Zoti jon, edhe ne këtë bëjmë duke të falendëruar, të bëjmë hamd ty. Allah më ighfirli, o Allah më fal mua, Allah më fal mua, nga se këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka çuar në vend urdhrin e Allahut subhanahu wa taala kur i ka thonë në surën ku ka thonë Allahu subhanahu wa taala në surën Nasr, ku ka thonë fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Prandaj madhëroj Allahun subhanahu wa taala duke bërë tasbih ata Zotin tënd, edhe kërkoj falje. Edhe kërkoj falje atij.
Kjo konë shenja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shenja e vdekjes pejgamberit, ardhjes së vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Allah subhanahu wa taala ja ka mundsu çlimin e Mekkës, edhe kanë hyrë muslimat grupe në fetë e Allahut, njerëzit në grupe në fetë e Allahut subhanahu wa taala. Këta ka bërë shumë pejgamberi sallallahu këtë dua, e ka bërë shumë këtë dhikr në ruku dhe në sejdë. Në ruku dhe në sejdë dhe ka praktikuar urdhrin e Allahut subhanahu në Kur'an. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين. Thot, o Allah, për ty kam bërë sejdë, për ty kam bërë sejdë, edhe në ty kam besuar, dhe ty tu kam dorëzuar, ti e Zoti im, edhe ti e Zoti im, thot. Pastaj thot, fytyra ime ka bërë sejdë për atë i cili e ka krijuar, edhe ja ka dhënë, e ka formëzuar, edhe ja ka jap formën më të mirë, edhe thot, e ka ço shikimin dhe dëgjimin e tij prej sot. Thot Allah subhanahu wa taala, çfarë atë në hadith është e ka ço, thot, edhe ka në Kur'an po ashtu, thot, çka se shikimin tën edhe dëgjimin, thot, është si më thonë që Allah subhanahu wa taala ty ta ka bërë një çarje në kafkën tënde me pas shikimin tën, çarjen në kafkën tënde me pas dëgjimin tën. Kjo është prej Allahut subhanahu wa taala që e ka kriju. Allahu shkandosht i ka kriju subhanahu. Pastaj thot në fund thot fatabarakallahu ahsanul khaliqin. I mbekatuar qoftë Allahu subhanahu wa taala, krijuesi më i mirë. Allahu subhanahu wa taala është krijuesi më i mirë subhanahu wa taala. Krijuesi i vërtet, krijuesi më i mirë. Ka mujt më na kriju çfarë do formë don subhanahu wa taala, na ka kriju në formën më të mirë subhanahu wa taala. Prandaj do të më bëj këtë sejdë po ashtu. Ka thonë Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwaluhu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu. O Allah më fal të gjitha gjunohat. Diqqahu wa jillahu, thot, të paktin edhe të shumtin, thot. Qofshin ato gjunohat e pakta apo të shumta. Të parin e të fundit, awwala wa akhira, wa alaniyata wa sirra, thot. Edhe ato atë gjunohat që bëj haptasi, edhe ato gjunohat që bëj fshehurazi. Se gjunohat janë të hapura edhe të fshehura. Ka njerëz që bën, thë njeriu nganjëherë bën gjunohat që i shohin njerëzit, nganjëherë bën gjunohat që i sheh vetëm Allahu subhanahu wa taala, që i sheh vetëm Allahu subhanahu wa taala. E ti e lut Allahu subhanahu wa taala të fal keq gjuna. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwaluhu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Të parin e të fundit, edhe ata që bëj haptazi, edhe ata që bëj fshehurazi. Pastaj thot në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shka thonë, Allahumma sajda laka sawadi wa khayali, wa amana bika fuadi, abu'u bi ni'matika alayya, hadhihi yadai, wa ma janaytu alayhi bi nafsi, wa janaytu ala nafsi. Në hadith ka thonë pejgamberi ka thonë, ty të ka bë sejdë, thot, trupi im edhe mendja ime, ka bë sejdë, thot, trupi im edhe mendja ime, thot. Edhe zemra ime ka besuar në ty. Thot. I pranoj edhe e deklaroj se të mirat janë të unë janë prej teje, thot. Edhe këto, thot, ja ku i kam përpara durët e mia dhe çfarë kam bërë unë gjunoha, thot. Dhe i dorëzohet plotësisht Allahu subhanahu wa taala. Thot, në këto ka përgjithësi në këto dua ka në nështrim ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe për uljen ndaj tij subhanahu wa taala. Kur për uljen nga Allahu subhanahu wa taala, kur për ulesh nga Allahu subhanahu, sa më shumë për ulesh nga Zoti tënd, aq më shumë ty të ngrit Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ka thënë subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ka thënë në namaz natës, edhe kjo thot në sejdë në namazit të natës, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thot, patmeta është ai që të cilët i takon el jabarut, thot, që i mund gjithë Allahu subhanahu wa taala. Edhe është nuk ka kush që e ka planë Allahu subhanahu wa taala dhe e mund Allahu subhanahu. Allah i ka forcën më të madhe që
i mund të gjithë. Wal malakut, edhe ka forcën edhe pushtetin gjithë Allahu subhanahu wa taala. Edhe kibria, Allahu po ashtu e ka madhështinë. Madhështinë mund të thonë edhe mendje madhësinë, se ati i takon të ketë mendje madhësi subhanahu wa taala. Edhe madhështia. E tëra i takojnë Allahu subhanahu wa taala. Këtë ka thonë në namaz të parë, ka thonë subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta. Pa të meta jeti Zoti jam, edhe ty të bëjmë hamd, nuk ka kush që meriton të falje që meriton adhurim përveç teje. Ka thonë në parë, Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lant. O Allah, më fal mua atë që e kam bërë fshehurazi dhe atë që e kam bërë haptazi. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا فبقامي صلى الله عليه وسلم والله بن زمن تama نور në gjuhën time nur, të thonë dritë, në ndëgjimin tim nur, në shikimin tim nur, poshtë meje nur, mbi mua nur, në të djathën time nur, në të majtën time nur, para meje nur, edhe mbrapa meje nur. Edhe mua në vetën time më bën nur dhe më madhështon nuri. Nuri thotë, çfarë shëllimi me nur? Nur është thotë udhëzimi nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu nuru s-samawati wal ardh, Allah është nuri i qiejve dhe tokës. Kuptimi i nurit është udhëzuesi. Allah subhanahu wa taala është udhëzuesi hadi as-samawati wal ardh. Është udhëzuesi i qiejve dhe tokës. Drita e Allahu subhanahu wa taala, nuri i Allahu subhanahu wa taala është udhëzimi i Allahut, hidayeti i Allahut subhanahu wa taala. Atë kur kërkon Allahu subhanahu wa taala në këto gjëra, thotë në shikimin tënd, në zemrën tënde, në gjuhën tënde, në dëgjimin tënd, në shikimin tënd, poshtë e lartë e on majta, të kërkon në çdo drejtim tënd, në çdo veprim tënd udhëzim nga Allahu subhanahu wa taala. Të kërkon udhëzim nga Allahu subhanahu wa taala, sepse ne kemi nevojë për udhëzimin e Allahut në çdo moment. Përsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadith qudsi që ka thënë Allahu subhanahu wa taala që ka thonë ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu. O robët e mi, ju të gjithë jeni të humbur përveç atij që unë kam udhëzuar. E ne kemi nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala tërkohën. Përshani në çdo namaz që e bojna, mas paku 17 herë brenda ditës, thom ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kemi nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala tërkohën. Kemi nevojë me na udhëzu Allahu subhanahu wa taala drejt rrugës së drejtë, e me na udhëzu kur jemi në rrugën e drejtë. Edhe më na drejtu edhe me na udhëzu në rrugën e drejtë. Po ashtu ka në hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë për duave që i ka bërë në sujud, thotë ka thonë Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bika min mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsika. Kjo është për duave më madhështore që mund në dikush me bërë për Allah subhanahu wa taala. Qysh? Thonë, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. O Allah, unë strehohem të kënaqësia jote prej hidhrimit tënd. Strehohem të kënaqësia jote prej hidhrimit tënd. Se Allah subhanahu kënaqet edhe hidhrohet. Kërkojmë strehim të kënaqësia e Allahut prej hidhrimit të tij. Edhe të falja jote prej dënimit tënd. Edhe strehom të ti prej teje. Strehom të ti, o Allah, prej teje. Nuk mund të përmbledhi lavdatën ndaj teje, ti e ashtu si që ke lavdu vetën tënde. Kjo është praktikim në vend i fjalës Allahu subhanahu wa taala, kur thotë Allahu subhanahu fafirru ila Allah. Ikni te Allahu, se nuk mundet besimtari me ik prej Allahu subhanahu wa taala. Shka thënë Allah subhanahu ya ma'ashara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. O ju, grup i gjinëve dhe njerëzve, nëse keni mundësi më largu
prej kufive të kufive të qiejve dhe tokës, thot atër largoni, ikni. S'mundeni. Nuk mundi me ik prej kufive të qiejve dhe tokës. S'mundet kërkush me ik. Nuk mundesh me ik prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Se Allahu të kap dhe të dënon dhe të mundet me të arrit ku do që t'jesh. E çush është ikja vetme prej Allahut, me ik taj. Me ik prej te Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse dikush për në tokë ndjek një kafshë keqe, ndjek një person i keq, ndjek një armik i joti, ti ik prej armikut, strehosh në ndonjë vend, në ndonjë fortesë, ik në ndonjë vend, thotë që mbrohesh prej armikut apo prej kafshës të keqe apo diçka. Por prej Allahut s'mundesh me ik. S'mundesh me ik prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ikja vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala është të ikësh drejt tij subhanahu wa ta'ala. Ti kthehesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Ti kthehesh Allahut subhanahu wa ta'ala me falje, dhe me kërkim falje Allahut subhanahu wa ta'ala prej gabimeve që i ke bën jetën tënde. Kthehesh te Allahu subhanahu wa ta'ala, Zoti yt që e pranon pendimin tërkohën. Dera Allahu subhanahu wa ta'ala është e hapur për robët që ti kthehen Allahu subhanahu wa ta'ala të pendohen te ai subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk mbyllet kur. Nuk mbyllet kur, përderisa robi ti vjen fyti shpirti të fyti. Ose përderisa nuk lind dielli prej perëndimit. Dera është e hapur për perëndim te Allahu subhanahu wa ta'ala. Për perëndim te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot an-nahyu an qira'ati al-Qur'an fi as-sujud. Ndalesa e leximit të Kur'anit në sejdë. Ndalesa e leximit të Kur'anit në sejdë. Do të pejgamberi sa më ka ndaluar që të lexohet Kur'ani në ruku në sejdë. Dhe ka urdhëruar pejgamberi sa që njeriu të bëj istihad, të mundohet të bëj sa më shumë dua në këtë rukën, në këtë shtyllën të fesë. Siç e kemi përmendur në ruku më herët. Edhe ka thënë aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi. Robi më së afërti me Zotin e tij është duke të qenë në sejdë. Prandaj thot shtoni duat, shtoni sa më shumë duat kur jeni në sejdë. Kur jeni në sejdë, hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala an. Po ashtu thot prej veprimeve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bërë gjatë sejdës është se sejdën e ka bë të gjatë, i talet të sujud. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka bë sejdën parafërsisht të gjatë sa qëndrimin sa rukun parafërsisht. Ndonjëherë thot e ka shtuar edhe ato, ka thënë disa sahabëve, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë thot ka dalë thot në namaz në një për namazeve ose të ditës, thot, ose në drek ose në ikindi. Dhe i ka bërë thot Hasanin dhe Husejnin, thot i ka bërë Hasanin dhe Husejnin, dy nipat e tij, djemt e Aliut dhe Fatimes radhiyallahu ta'ala anhum. Thot edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot e ka bërë ose Hasanin dhe Husejnin, njënin për nipave të tij, ose Hasanin ose Husejnin. Hasanin dhe Husejni thot janë nipat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej çikës së tij Fatimes radhiyallahu ta'ala anhum. Edhe Hasani radhiyallahu ta'ala an al-Hasan thot i kanë gjatë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shok e lartë, thot pjesën e sipërme të trupit i kanë gjatë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Husajni radhiyallahu ta'ala i kanë gjatë në pjesën e poshtme të trupit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka dosh shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë ose Hasanin ose Husajnin ka zbrit këmbë ati e djathtë. Pastaj thot ka bërë tekbir në namaz, thot edhe u fal thot, thot edhe ka bërë një sejdë të gjatë, Thot edhe thot e kam ngrit kokën se ka zgjatë shumë sejdën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe kam pa thot këtë fëmijën thot Sabin thot mbi shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj jam kthy thot në sejdë. Thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbaroi namazin, thot i kanë thonë ja Rasulullah. I kanë thonë zgjat e ke bën sejdën e gjatë ja Rasulullah. Thot edhe kemi menduar se ka ndodhur diçka e re ose kemi menduar që po të zbret ty Kur'an.
Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jo. Yarhamukallah. Ka thonë kullu dhalika lam yakun lakin ibni irtahalani فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. Ka thonë jo. Mirë po thot biri im thot më ka kaloruar. Dhe thot e urrejta thot që ta largoj sa më larg thot derisa thot ai të kënaqet. Më ka kaloruar thot e ka përdor pejgamberi sa thot sikur se dikush kur të kaloron ofshën thot në atë mënyrë ka hip për mi thon në shpinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikur dikush kur hip në shpinën e kafshës e kalit apo diçka tjetër thot edhe kalon ai nipin e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kalon të kënaqet derisa të kryen thot derisa të kënaqet edhe të zbret vet. Derisa të kënaqet dhe të zbres vet. Edhe po ashtu një hadith tjetër që pejgamberi sa ka qenë duke fal thot Hasani dhe Husaini thot kanë hyp mbi shpinën e tij pejgamberi sa thot edhe kur dikush ka dashur mi ndalu thot nëse ka qenë namaz nafile thot i ka thonë pejgamberi sa lani ka jap me shenjë thot dhe kur e ka kryer namazin thot i ka vendos në prehrin e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë man ahabbani falyuhibbu hadhain ka thonë man ahabbani falyuhibbu hadhain kush më don mua ka thonë le të don këta dy le të don Hasanin edhe Husainin nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prandaj besimtari nuk konsiderohet besimtari mirë derisa ta don edhe familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po ashtu posaçërisht Hasanin Husainin Aliun radhiyallahu Fatimen radhiyallahu ta'ala familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fadlu sujud vlera e sejdës thot pejgamberi sallallahu ka thonë thot nuk do të ketë ma min ummeti min ahadin illa wa ana a'rifu yawm al-qiyamah. Nuk do të ketë askush ditën e kiametit përveç se unë do ta njoh ditën e kiametit. Ka thonë, "O kayfa ta'rifum ya Rasulullah?" Fi kathrati al-khalaiq. Ka thonë, "Sot shumë janë njerëzit ditën e kiametit, si do të njihesh besimtarët ditën e kiametit?" Thotë, "Ra'ayta law dakhalta siratan fiha khaylun duhmun buhmun wa fiha farasun agharra muhajjal أما كنت تعرف منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء قضون نكت حديث بيغامير صلى الله عليه وآله وسلم أن كت حديث دفت قضون حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم قضون سيدو تنيش قضون نسفوت اشتي قضون ننيا فان ننيا në një turisht të vend qëndrim të kuajve të shumë ku ka kuaj. Edhe thot në të ka kuaj të zi, ka kuaj të cilët janë të zi të shumë të adër. Edhe thot në mesin e tyre thot është një kali që ka shenjë të bardh në ballin e tij. Edhe shenjë të bardha në komt e tij. Thot ai dallon, thot këtë kuajt janë zi, veç njëri është me shenjë të bardh i zi krejt, po ka shenjë të bardh në ball edhe shenjë të bardh në kom edhe në duk. Ka thonë ai një, ka thonë po që ka thonë. Thot umeti im thot ditën e kiametit kanë me pas të shenja në ball edhe në dur edhe në kom prej abdestit. Kur merr abdes e lan fytyrën, e lan durt edhe komt. Çato shenja ditën e kiametit bojnë mu dallu prej këtë njerëzve. Atë mënyrë i një Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një prej shenjave të abdesit, i një besimtarët ditën e kiametit. Thot edhe poshtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur Allahu don mi e bë rahmet për dikët që është në zjarr, xhenem. Thot i urdhon me laçet e tij të nxjerrin ata të cilët kanë bërë ibadet Allahun. Nga se në xhenem Allahu na rujt do të futen edhe besimtar që kanë pas gjunohe, që kanë bërë gjunohe të mëdha, që Allah subhanahu wa taala e shet që duhet mu dënu.
subhanahu wa ta'ala me vendimin e tij të çorturësia më madhe. Atëherë thot i urdhon Allah subhanahu wa ta'ala mi nxjerr besimtarët që kanë bërë ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe i nxjerr ata. Thot edhe i njohin thot me lajket ata njerëz thot pejshanjave të sejdës. Wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara as-sujud. Edhe Allah thot ja ka ndalu zjarmit thot mi hongër shajat e abdesit. Shajat e abdesit thot që i bjen thot që ka thonë Imam Newawi thot që Imam Newawi ka thonë sipas tij i bjen që kush futet në zjarm xhehenamit prej besimtarëve Allah subhanahu wa taala nuk ja djeg atij personi pjesë e trupit në të cilat bën sejdë. Që janë 7 ai është në të cilat bën sejdë, thot balli dhe hunda, 2 durt, 2 gjojt edhe 2 shputat e këmbëve. Thot nuk i djeg Allahu subhanahu wa taala. Thot prandaj dalin thot pe zjarmin. Thot fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athara as-sujud. Edhe birri në Adem thot e han i tërë zjarri përveç shenjave të abdesit, vendeve të abdesit. Ato vende nuk i han zjarri. Kjo është pe vlerave të abdesit, Thot edhe thot as-sujudu 'ala al-ardi wal-hasir. Thot pejgamberi sa po ashtu thot ka bërë sejdë në tokë dhe në hasër. Hasër çfarë është hasra? Hasra është sikur se tapet thot i bëm prej fletëve të hurmës, Ashtu është ti i thon hasër. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë sejdë shumë në tokë. Ka bërë sejdë në tokë sallallahu alajhi wasallam. Dhe shokët e tij thot kur kanë bërë sejdë kur kanë qenë duke nxehtë shumë thot. Nëse s'ka pas mundësi me bërë sejdë në tokë dhe kanë qit rrobën e tyre në atë pjesën ku kanë bërë sejdë. Edhe në ditë me ditë se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas tapet në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kanë bërë sejdë drejt në tokë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë edhe po ashtu kur ka dal është fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë ndonjë sejdë kur është fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është fal kudo në tokë. Sa ka thonë wujulat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Edhe tër toka thotë është bërë për mua dhe për umetin tim xhami dhe e pastër. فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده. Këdo që e kap e nxen koha e namazit pe rrogëve pe pasuzve të mi, pe umetit tim thot, aty thot e ka xhamin e tij. Thot kudo që të kap vakti namazit, aty është xhamia jote. Shumë një rrugës, edhe në vendin e kafirave me kanë, aty nëse të kap vendi ku të ka hy vakti namazit, aty është xhamia jote. Thot wa indahu tahuruhu. Thot edhe aty thot e ka pastërtinë e tij. Nëse s'ki mundësi me marr abdes, e prek tokën dhe bën tejemmum. Ajo është pastërtia. Thot wa kana man qabli yu'azzimuna dhalika. Wa inna يعظمون وإنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. Edhe ka thënë pejgamberi sa thot, ata që kanë qenë para meje prej pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala thot, ju ka dhënë kjo gjë e madhe. Thot. Edhe janë fal në xhamit, në kishat dhe sinagogat e tyre. Thot, janë fal umetet para umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetëm në vend faljet e caktuara. Ndërsa umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej veçorive të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që besimtari nuk e ka kush mu fal vetëm në xhami, nëse s'ka mundësi mu fal në xhami ose është larg, po falet kudo që e mrin vendit. Nuk është kush për pranimin e namazit mu fal në xhami nëse se ki xhamin afër. Por falesh kudo që të mrin vendi, kudo që të jesh, falesh dhe atë është xhamia jote. Është kjo për veçorive të umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po është thot pejgamberi sa nganjëherë ka bërë sejdë ndoshta thot në lloç, në balt dhe në ujë. Dhe kjo ka ndodhur në natën e 21 të Ramazanit, ditën e natës së 21 të Ramazanit, kur ka rënë shi prej qiellit dhe ka rrjedhët uji
prej kulmit të xhamisë, nga se kulmi i xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë i mbulum me degë të hurmeve, të hurmeve. Dhe pejgamberi sallallahu ka bërë sejdë në ujë dhe në balt, në lloç, pejgamberi sallallahu. Dhe e kam thot Abu Said al-Khudri thot, e kam thot këto dy sytë e mi thot, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur është kthy pe namazit, thot, dhe balli i tij dhe huna e tij thot, në ballin e tij dhe në hunën e tij ka pas çania të ujit dhe të baltës dhe të lloçit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot, është fal pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, është fal thot në khusra, thot në khumra, thot është fal thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një shami që ka pas ose në shami që ka pas ose në pjesë të rrobës, ose është fal në hasir, thot në që përmend në hasër. Në hasër që përmend më herët, hasra është që bëhet prej fletëve të hurmes, në ato është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një thot është fal një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hasër që është përdor atë shumë sa që është nxi prej sa është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të. Pastaj thot si është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej sejdës, si është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej sejdës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngrit kokën prej sejdës duke bërë tekbir. Dhe ka urdhëruar në atë mënyrë ata që e ka fal namazin keq. Dhe ka thonë nuk pranohet namazi askujt përderisa të bën sejdë, pastaj qetësohet në sejdën e tij, qetësohen të gjitha pjesët e trupit të. Pastaj thot Allahu Akbar, e ngrit kokën dhe ndërsa të drejtohet thot ulur, thot një ngrit pe sejdës, ka bë Allahu Akbar, të drejtohesh ulur. Dhe nga një herë pejgamberi sallallahu thot edhe kur është ngrit pe sejdës i ka ngrit durt. Thot ka bë bashkë me fjalën Allahu Akbar edhe durt i ka ngrit sallallahu alaihi wasallam. Këto ka bë nga një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një herë çka ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kur ka ra në sejdë e ka qit komën e majt, e ka shputën e majt, është ul në shputën e majt të tij, pejgamberi sallallahu në shputën e majt të tij, do të ka qit pjesën e mbrapsme të trupit pejgamberit sallallahu në shputën e tij të majt sallallahu alaihi wasallam. Nga një herë thot është ul thot është këto, nga një herë ka shti komën thot edhe i ka drejtu gishtat drejt kiblës, pejgamberi sallallahu drejt kiblës sallallahu alaihi wasallam. E po ashtu nga një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë është ajo? Thot nga një herë ka bë iqa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është thot? I ka çush është ajo? Kur ul mes dy sejdëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ul thot i ka mojt komt nalt, thot shputat e kom nalt, gishtat e drejtume drejt kiblës, ashtu është ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një herë në mes të sejdëve sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që kemi pas të themi për sejdën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tebaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.